Në Danimark u mbajt samiti i 7 i Komunitetit Politik Evropian, që mblodhi liderët e 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe përfaqësues nga 22 shtete të tjera, përfshirë edhe Shqipërinë. Duke ju referuar recerisë së negociatave, kryeministri Edi Rama përpara gazetarëve në Kopenhagen deklaroi se Shqipëria po vrapon drejt Bashkimit Evropian. Ne nuk po presim, ne po vrapojmë shumë shpejt. Ne do të jemi gati shumë shpejt dhe ju takon të mëdhenjve në sallë të mos presin më, por të na përqafojnë dhe të na mirëpresin sepse do të jemi një vlerë shumë e madhe e shtuar për Bashkimin Evropian. Kreu i qeverisë foli edhe për kritika ndaj ministres së krijuar me inteligjencën artificiale Diella. Kjo është diçka e re dhe si çdo risi i duhet të përballet dhe me kritika që është gjë e mirë, por kemi prova deri më tani që funksionon dhe funksionon shkëlqyer. Nisi si asistente virtuale për shërbimet publike për qytetarët dhe ka ndërvepruar me afro 1 milion persona. Pra për 1 milion ndërveprime dhe shërbime dhe ka lëshuar 36.000 dokumente deri tani me vulën digjitale, me të cilat s'ka pasur problem askush e nuk janë kundërshtuar. Së dyti, po punon për transpozimin e legjislacionit të Bashkimit Evropian me legjislacionin tonë në kuadër të bisedimeve të antarësimit të Shqipërisë në BE dhe së treti. Po përparon për të punuar me tenderët publik që është ende punë në vazhdim. Kritikat janë të mira, por ajo është më e mirë. Një koment e kishte edhe për sulmet kibernetike të Iranit ndaj Shqipërisë. Po, kemi qenë objekt sulmi kibernetik, por sot kemi një nga mbrojtjet më të forta kibernetike në Evropë. Ne vazhdojmë të jemi objekt i këtyre sulmeve kibernetike të Iranit dhe jemi tërkohën duke luftuar që të mos lejojmë shkelje të sigurisë sonë. Pak para nisjes së samitit, në një video shihet kryeministri Rama, i cili i drejtohet presidentit francez Emmanuel Macron me një batut që sjell në vëmendje disa nga gafat e presidentit të SBA për një ngatrim të Armenisë me Shqipërinë. Në shoqëri të presidentit të Azerbajxhanit, Rama dëgjohet i thot Macron se pse nuk i ka uruar ata për marrëveshjen e paqes që presidenti Trump bëri mes Shqipërisë dhe Azerbajxhanit. To us, because you didn't congratulate us for the peace deal that President Trump made.